Po, muzika popullore, edhe sidomos muzika tallava, është një zhanër në fakt shumë i veçantë, që jo shumë njerëz din me këndu, ose jo që kanë shumë këngëtarë në këtë zhanër. Kjo muzikë njihet që ka më shumë bakshish edhe më shumë para. Edhe sidomos përveç bakshishit, njihet që ka edhe shumë njerëz që janë edhe dhurata ndoshta me vlera të ndaja. Sa është e vërtetë dhe sa ka qenë ndaj bakshish ose dhurata më e madhe që ti ke marrë? Nuk kam qef me fol kur për pare. Kjo ana modeste e juve. Po e di jo që kretë artist përgjigjen, po ndoshta veç diçka për me relaksu muhabetin, se jo ndaj shife shumë madhe. Po du me lidhë qëtësan me qështu me një person që tha ju këngëtarë tha merë një shumë pare bakshishe kështu e ndroje profesionin vlla. Qa me thonë, ndroje profesionin? Ndroje zhandrin. Jo, se nuk u kanë profesion tem, nuk u kanë këngëtarë, ndroje profesionin pra. Po kjo është talent, nuk e ka çdo kush këtë talent. Unë e menoj që a paguhet, më intereson me ditë, komplet kjo sakrificë që ti po e përmend? Paguhet. Jo sa repi, po paguhet, se jo si repi s'ka shans. Mendon që repi paguhet ma shumë se muzika tallava? Po, 100%. Edhe në ditët e sotme? Po. Po shumë repera, artist nuk po kanë koncerte sa keni jo? E po që këto është hidja. Ete? Se na kena për shambull, i kena çmimet më ma normal dhe çmimet. Jo bashkë ashtu. Ndërsa rap artistat i kanë fryrë si shumë çmimet. Tani kena ma shpesh. Okej. Mbrëmje, dasma, gjithçka.